Që vetëm kjo sfidë. Jo, ka pasur sfida shumë tjera, një sfidë tjera. Edhe po në vitin 2023 ku jam qenë në Shqipëri në përgatitje, jam qenë tërqut e poshtë, jam qenë dikon 70 orë, edhe në kthes kom dal për rrugë, edhe kom thy klavikulën. Edhe kam pas intervenim, edhe çka është më e rëndë që e kom pas kampionatin e Kosovës një muaj. Pas një muaji. Po. Edhe kom pas intervenim, dhe me thonë kom operu, edhe kom kry rehabilitimin edhe kam fillu më mirë me sport direkt. Me njëherë. Do më thonë s'ke prit kur gjo heq. Ke ndonjëherë problem me pjesën? E ndjej, sidomos kohën e dimrit e ndjej shumë. Po edhe kur jam në gara normal. Ti djallë ka ke pigurit, nuk ke. Edhe në shpim dhe kina në shpirta. Nuk je si na me pjesën e copët mishit. Që kjo kon sfida, dhe me thonë sfidë më e madhe. Dhe me thonë më e rëndë sepse e kisha kampionatin edhe isha në formë më të mirë. Dhe me thonë mos kisha pas aksidentin, dhe me thonë vitin 2023 ka pas me qenë viti më i suksesshëm, edhe në formë më të mirë që kam pas në herë. Po kjo aksident muli pak edhe me motiv psikologjikisht, rosh pak. Gjotish ko ke ullë heq? Ti